Fundjava në Vlorë duket se është karakterizuar nga një mot I qëndrueshëm me diell dhe me qell të pastër. Kjo I ka bërë që vlonjatët të vinë në lungomare për të shijuar rrezet e diellit. Por duket se kësaj periudhe të favorshme moti ka për t'i ardhur fundi së shpejti, sepse sipas parashikimeve, nga java që vjen, pritet që vendi të përfshihet nga moti I paqëndrueshëm dhe rreshje të dëndura shiu. Fundjava në Vlorë është shoqëruar me mot të qëndrueshëm dhe temperatura të ngrohta, e cila ka krijuar kushte ideale për dalje dhe argëtim në natyrë. Rrezet e diellit kanë bërë që qytetarë të shumt, por edhe vizitorë nga qytete të tjera dhe turistë, të zgjedhin Vlorën për të kaluar orët e paradites. Shëtitorja Lungomares ka qenë ndër zonat më të frekuentuara, ku shumë persona janë parë duke shëtitur në këmbë, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur edhe biçikletën si mënyrë për të shijuar Bregdetin dhe ajrin e pastër. Në të njëjtën kohë, zona pranë detit është kthyer në një pikë relaksi për familje dhe grupe miq, të cilët kanë qëndruar buzujt duke shijuar qetësinë dhe panoramën. Jo të pakt kanë qenë edhe qytetarët e apasionuar mbas peshkimit, të cilët janë parë përgjatë bregut duke shfrytëzuar kushtet e favorshme atmosferike. Por, sipas sinoptikanëve, kjo fundjavë me mot të mirë pritet të jetë e fundit për disa ditë, pasi duke filluar nga dita e martë, parashikohet që Vlora të përfshihet nga kushtet të përkeqësuara atmosferike. Java pritet të shoqërohet me mot të paqëndrueshëm, rreshje shiu dhe rënje të temperaturave, duke rezultuar në një ndryshim të ndjeshëm nga ditët e ngrohta të fundjavës.